mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë shumë interesante. A keni vretur një ndjesi të pashpjegueshme që na ka plan kur hym në vende të vjetra, të heshtura apo krejtësisht të braktisura? Është një përzierje trishtimi, nostalgjie dhe ndonjëherë një ndjesi e lehtë ankthi. Por pse ndodh kjo? Pse disa mure që nuk na kanë përkitur kurrë na prekin aq thellë? Psikologët besojnë se një pjesë e kësaj ndjenje lidhet me atë që quhet empatia ambientale. Ne kemi aftësinë për të ndjerë energjinë ose mungesën e gjallërisë në një hapësirë që dikur ishte plot jetë e tani është bosh. Një tjetër arsye është mënyra si funksionon kujtesa kulturore. Edhe nëse nuk kemi qenë kurrë në një vend të caktuar, mendja jonë ndërton skenare për të kaluarën. Shohim një dhomë bosh me lodra të plurosura dhe menjëherë imagjinojmë fëmijërinë e dikujt. E njëjta gjë ndodh me një ndërtesë të braktisur. Mendja përpiqet të mbush boshllokun me histori. Kjo është një formë projekcioni emocional. Ne vendosim veten në të kaluarën e atij vende. Fillojmë të mendojmë kush ka jetuar këto, çfarë ka ndodhur, pse u braktis dhe pa kuptuar fillojmë të ndjejmë një trishtem që nuk është direkt ynë, por që ndjehet si i tillë. Ka edhe një element më të thellë, ndjesia e kalimit të kohës. Vendet e braktisura janë dëshmi të prekshme që koha nuk ndalet për askënd. Ato na kujtojnë se gjithçka kalon, se gjërat që dikur ishin plot jetë, dashuri, gëzim, mund të bëhen të ftohta, të shkreta dhe të harrohen. Dhe kjo prek një frikë të thellë tek ne, harresa, që një ditë edhe ne do të jemi thjesht një kujtim, apo edhe më keq të harruar krejtësisht. Sipas teorive neuropsikologjike, këtë ndjenja aktivizojnë zonat të trurit të lidhura me kujtesën autobiografike dhe përpunimin emocional. Do të thënë edhe kur nuk kemi kujtime të drejta me një vend të caktuar, truri ynë i krijon ato përmes ndjesive, imazheve dhe asaj që e quajmë hije emocioneve të së kaluarës. Kjo është arsyeja pse vendet e braktisura shpesh na heshtin. Nuk na flasin me fjalë për me boshllok. Dhe që në atë heshtje ndjejmë një dhimbje të butë që s'është krejtësisht e jona, por as nuk mund ta injorojmë. Në fund të ditës, ajo që ndjejmë në vende të tilla është reflektim i natyrës njerëzore, dëshira për lidhje, për histori dhe mbi të gjitha për të lënë një gjurmë që nuk zhduket me kalimin e kohës. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.